Berisha ku I keni marrë ata ekspertë që s'pedisha unë? Kush? Që I pas ki matë mirë? Dëgjëm edhe herë apo thonë. Po jo shumë mirë unë dëgjoj. Çfarë ekselencë se jo na ka avancuar. Pasha zotin I mësu parulla politike. Jo, s'bëj parulla. Sien për parlament. Zoti parulla, Jo parulla. Jo, s'bëj parulla absolute. Unë të sfidoj kur dushën ti shkon çanta të ekselencës. Jo është certifikuar. Aty bin pe Shqipëri shkollojnë, për shumë shtete që kanë dëshirë. Po. Jo vetëm universitetet Ukraina po qendrat e ekselencës, pjesëtarët e ekselencës, qendrat e ekselencës, sot janë në mision ushtarak në Kuvajt. Nuk ka interesant sa janë. Për rëndësishme që janë. Fatkeqësisht janë në komandë. Gjishta dorës nuk. Çka ka lidhje? Zoti Berisha. Çka ka lidhje? Sipas studimeve të NATO-s, zoti Berisha, Kosova mundet me bën një batalion të NATO-s deminim veç. Sa është vërtet? Edhe kur gjoma, sa është vërtet? O shumë e vërtet. Shumë pas Zoti Berisha me lexime që ke as pak e vërtet Lili. Absolutisht. Absolutisht. Edhe marrë, më thon ti un jam një ndër katër në planin. Çka ka lidhje kjo për forcat amazonase më thon ti është e vërtet. S'është e vërtet? Nuk është e vërtet. A lidhmi me 1 miliard. Hey. Zoti Berisha. Je ka folur me Çfarë studim? Këtë që vjen studio për me kontekst atë ndaj zoti Berisha po pasha jam të mua, flasun si ekspert. Unë flas si njëri që ka kaluar proces. Nuk është mirë me folë me këtë gjuhë për forcat armatose të Kosovës. Me cilën gjuhë? Me çfarë gjuhë që ka folë ti? Ti po se mund të bëj vesh një batalion. Ti dëmton forcën sigurisht. Ja, unë se dëmtoj. Jo, me politikë ti dëmton. Absolutisht. Unë zboj politik. Unë I kom sy qel, unë jam realist. Unë zboj politik. Kur është pyetje ushtria. Politikan jo unë. Jo, unë zboj politik, unë jam ushtarak. Ti zbon ti politik. Po. Ti një batalion gjenjës s'është e vërtetë. Çka ke I kuvend? S'është e vërtetë. Absolutisht.